Si ka pritur publiku romanin tuaj më të ri? E ka pritur siç unë nuk e kam pritur, ka dalë jashtë pritshmërive. Në fakt nuk jam nisur që do të shkruaj një libër për të futur në skenën letrare, përkundrazi, kam besuar që po shkruaj një libër të nevojshëm, të domosdoshëm. A është kjo një shenjë tani që Mirën duhet ta shohim më shumë si autore në libra? Urojmë, le të shpresojmë. Sigurisht që e mendoj edhe të shkruaj sërish, po për momentin jam e përqendruar këtu dhe tani. Ky vit më ka mësuar që të jetoj tani. A ke takuar lexues të tut që e kanë gjetur veten në rreshta edhe në aspektin personal? Kjo në fakt është surpriza më e bukur, ajo që unë kam patur një lloj frike të brendshme, një lloj meraku ka qenë se mos isha e vetme në të vërtetën time, sepse siç thot profesor Harari, realiteti është një, po të vërtetat janë shumë dhe unë kam treguar të vërtetën time në këtë libër dhe jam shumë e lumtur që gra të cilat janë në betejë, kanë qenë betejë, por dhe gra që gëzojnë shëndet të mirë e kanë gjetur veten plotësisht tek ai libër. Ky është lajmi më i mirë për mua, ndihem shumë mirë për këtë fakt. Si është Mira sot? Si mendon ti, si të duket? Jam shumë mirë. Jam mirënjohëse. Faleminderit edhe unë ty.